Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Hamd, falendrimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, mëshiruesit, mëshirbërësit, fuqiplosit, mbikëqyrësit të gjithë shkahit. Falendrimet atij takojnë, se është i vetmi i cili meriton të falendrohet, të madhrohet, të adhurohet. Ai është krijuesi ynë, ai i cili na solli në këtë botë, në këtë dynja dhe kthimin e kemi tek ai. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë njeriu më të mirë mbi rrezullin toksor, njeriu më të zgjedhur, më të dashurin tek Allahu subhanahu wa taala, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qofshin salavatet dhe selamet mbi të, mbi familjen, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasuar dhe do ta pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, për hir të Allahut, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a, mos e nënvlerëso asnjë vepër të mirë. Mos thuaj, po kjo e vogël është, kur gjë është, vetëm çka do lodhem. Në esencë është vepër e mirë, është vepër e mirë. Mos e nënvlerëso. Se nuk e din cila vepër e mirë mund të jetë sebeb të futesh në xhenet. Se sa njerëz në botë do të futen në xhenet, siç ka ardhur në hadithe, do të futen në xhenet për shkak të një vepre të vogël të mirë. Që para syve tona, aleikum selam, para syve tona na duket një e vogël tepër, zagrinca, mirë po tek Allahu është shumë e madhe. Andaj mos nënvlerëso. Një prej smundjeve të zemrës është kur njeriu mendon se veprat e vogla nuk kanë vlerë. Edhe kur shumë vepra të mira të vogla nënvlerësohen, edhe anashkalohen, edhe i lanë manësh. Pa si kjo e vogël, po kur gjë, vetëm çka do hupi kohë, po fitimi nuk është Për këtë arsye, njeriu hoqi dorë nga shumë vepra të mira. Nga shumë vepra të mira, nga shumë mundësi për të fituar shpërblime, realitet shpërblime të mëdha tek Allahu. Pa ti duket një vepër e vogël dhe mendon se fitimi i kësaj është shumë i vogël. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi se shumë njerëz kanë hyrë në xhenet, realitet do të hyjnë në xhenet, do të hyjnë në xhenet për shkak të një vepre që të tjerët e konsideronin të vogël. Thot Allahu subhanahu wa taala ligjëratën e fillim e kuranor, "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Kush bën qoftë sa peshë një grimcë të vogël, sa atomi, po është e mirë, ai ka me gjetat, ai do ta shohë atë. Atë të kundërtën. Qafë një vepër e keqe, me vlerë, me peshë, sa një grimcë, ai do ta gjejë atë. Kjo aludon edhe në drejtësinë e Allahut subhanahu wa taala në ditën e ahiretit, në ditë ku nuk do të ketë padrejtësi. A e madhe vogël, a bën e padrejtësi, a bën e keq, ki me gjetë. Çka bën në këtë dynjë, ki me gjetë në atë botë. Ibn Kathiri rahimahullahu taala në lidhje me këtë ajet kuranor thotë se ky ajet është prej ajeteve më gjithë përfshirëse në llogaritjen e veprave. Sepse nuk lë jashtë asgjë, asnjë vepër, qoftë e madhe, qoftë e vogël, sa të vogël që të jetë, njeriu do shpërblehet ose do të llogaritet. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra, wa in taku hasanatan yudha'ifha." Allahu nuk i bën padrejtësi askujt as sa peshë një grimcë. Kjo është drejtësia Allahu subhanahu wa taala, dhe ai nuk e ka krijuar njeriu në këtë botë, këtë dynjë nuk e ka sjellur që t'i bën padrejtësi, t'i bën keq. Nëse është vepër e mirë, ai është shumë fishonat. Nëse është vepër e mirë, ai është shumë fishonat. Jo vetëm që Allahu nuk e humb asnjë vepër, por edhe ta shumë fishon veprën e mirë çka i ke bën. Kjo është rahmeti i Allahut. Në fillim ta tregon drejtësinë, e pastaj ta tregon në rahmetin. Pra nuk bën padrejtësi Allahu askujt sa grimca. Tamam? E kush bën një të mirë, ja shumë fishon. Mirë ta tregon drejtësinë, e pastaj ta tregon rahmetin. Se sa i mëshirshëm është Allahu subhanahu wa taala. E pse kjo? Pse me ta shumë fishu veprën e mirë? Për me të ta mundësu me shku me hy në xhenet.
Por me të ta mundësu të jesh prej xhenetlive. Kaq. Se Allahu nuk don të dënon robin e tij. Allahu nuk e ka krijuar njeriu të dënon të çon në xhenem. Allahu nuk kënaqet me dënimin e robit. Allahu nuk don që ta dënon robin, por robi është që i bën padrejtësi vetvetit. Dhe robi është meritues i të mirës ose të keqes dënimit Allahut subhanahu wa taala. Se Allahu çka do të thotë këtë dynja? Mos, bëni këtë, mos e bën atë. Jo, kam me bë këtë. Okej, çka kemi bë atë? Atë kemi merituar dhe për atë kemi u shpërbly ose kemi u dënuar. Hadithi kryesor i temës, të cilën kemi zgjedhur për sonte, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, mos në vlerëso asnjë vepër të mirë. Pastaj hadithi vazhdon, walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Edhe qoftë nëse e takon vllajën tënd me fytyrë të buzëqeshur. Edhe këtë mos e në vlerëso. Buzëqeshja para vllaut tanë musliman, me nejti buzëqeshur, po apo se atë punë ka mund tash se cilën çka ka me taku, tash më ka me nejti buzëqeshur aty si një person që merr përgjegjësi vetëm me çu njerëzit me keq ose po buzëqeshja jote që ti e në vlerëson dhe mendon se është diçka shumë e thjeshtë, është një vepër që para syve tu dhe të tjerëve duket një vepër e vogël, por tek Allahu është shumë e madhe. Këtë hadith e nxjerr Imam Muslimi rahimahullah, dhe ky hadith është titulli i temës son për këtë natë. Se një buzëqeshje është sadaka. Është një lëmosh. Jo çdo herë kemi mundësi edhe të apim. S'kemi mundësi, s'ke në gjep, po këtu e ke. Nuk të kushton kjo kur gjë. Bile sa do bishme është kjo për fytyrën tënde. Të që kjo. E sa e ke që është kjo për fytyrën tënde. Sigur kretë bota kanë hyrë bishpinën tënde. Kjo sa e do bishme është për zemrën tënde, edhe nëse të kanë kaplu shumë sprova, shumë fatkeqësi. Po kjo se do bishme është për vllahun tënd që zemra ti është e mbuluar me pikëllime dhe shqetësime. Siç kemi cekur ose dikush është në prag edhe të vetvrasjes dhe ti i del para fytyrës së tij me fytyrën tënde të buzëqeshur, e cila fytyrë ja mbushi zemrën me optimizëm, me pozitivitet dhe ja largon mendimet e liga, mendimet negative, dhe kjo buzëqeshja jote është jep shpresë dhënëse për zemrën e këtij njeriu. Thotë ndalë se pas ka ala jetë, pas ka ala njerëz mirë, ekziston ka ala buzëqeshje. Jo s'ka nevojë me qenë çdo herë të mvrolur, dhe se u shkatru dynjaja, nëse u shkatru 1, 2, 10, 1 milion, 2 milion, se u shkatru krejt njerëzia, mesin e këtyre njerëzve ka edhe të mirë edhe të këqij. Sa njerëz mund t'i gëzojmë pa shpenzuar asnjë cent? Çdo herë tentojmë t'i gëzojmë fukarat. Edhe sa qefi madh, sa gëzimi madh është kur ti e mbar me vete një thes miell ose gjëra të ndryshme që nevojitë natyre si familje nevojtar, i bardh dhe uaqon atyre dhe ata i marrin, i pranojnë, e sa gëzim, sa qefi madh për ty, se ke sill gëzim në zemrat e tyre. Po nuk është kjo vetëm me mënyrë që ti sillish gëzim tek njerëzit. Se jo çdo herë ti mundesh të çosh. Ai që ka me çosh që s'ka. Në më thënë ai që nuk ka, në më thënë ai s'pas ka mundësi të sjell gëzim në zemrat e njerëzve. Jo. Një buzëqeshje forcon vllazërinë. Kur të shohësh një buzëqeshje trihet me të, kalohet kohën me të, dëshiron të qëndrosh me të, dëshiron të bësh mohabet me të. E shef pozitivitetin në fytyrën e tij. E shef atë energjinë pozitive në fytyrën e tij. E shef atë shpresën e jetës tënde në fytyrën e tij. Një buzëqeshje largon urrëtitjen. Largon urrëtitjen. Jemi njerëz që mund t'i gabojmë njëri tjetrit se jetojmë bashkërisht, jetojmë si një familje, ja këtu në këtë vend ku jemi. Jetojmë në adresa të ndryshme, mirë po jetojmë afër njëri tjetrit dhe shpesh e takojmë në shtëpinë Allahut në xhami. E këtu edhe në xhami si njerëz, ndoshta ndonjëherë mund t'i gabojmë njëri tjetrit se
Kështu që ajo buzëqeshja jote është sebeb të largosh atë urrëtitjen që shejtani ka fut në zemrën e tij. Një buzëqeshje sjell dashuri, një buzëqeshje shënohet, shkruhet, regjistrohet si sadaka, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Një buzëqeshje i bën dobi shpirtit të nevojtarit. Pos kësaj fjala e mirë është sadaka. Fjala e mirë është sadaka. Parën s'ke, të holla s'ke, mundësi s'ke, ama fjalë të mira ke, a din të folish pak mira jo. Apo gjojë do të mengu, duke dalur prej gojës tane fjalë të këqija, fjalë negative, fjalë pikëllimit të shqetësimeve. A ekziston fjalë të mira të ty? Si, alhamdulillah, mirë, të bëhet mirë, hajtë se rregullohet, Allah është i madh, hajtë se ndurtë Allah të janë gjërat. Jo për mos u shqetëso, mos u mërzit, vetëm këto fjalë. Wallahi, vetëm këto fjalë, kur ja thua njeriut në moment vështirësie, kur është në moment sprove. Janë fjalët më shpresdhënëse dhe fjalët më të buta, më të kënaqshme për shpirtin e tij. Hajde mos u mërzit, habe nuk ke vetëm, po vlot njerëzve janë sprovu pejgamberët më dashurit të Allahut. Po edhe ti jetë unë të sprovojmë, po kjo jetë është me kalimtare kur gjë nuk mbetet për prerë. Po ai pse se përmes provave Allahu na pastron, Allahu dëshiron të na ngrenë në grada, në shkalla të larta, e pastaj ti mi prej xhenet live. Hajde se mos i sprovojmë fshiheshëm mirë. Të janë fjalët që ja kënaqin shpirtin e njeriu. Fol fjalë mira. Thuaj tjetrit fjalë të mira. Në kohën kur nevoja është shumë e madhe për fjalë të mira. Nevoja është shumë e madhe për fjalë të mira. Në kohën kur janë shtuar fjalë të këqija, në kohën kur janë shtuar fitnë të fesadet, në kohën kur përhapen fjalë të këqija, në kohën kur me një shpejtësi të paimagjinoshme përhapen informacionet përmes rrjeteve sociale, në kohën para se të arrish ti prej punës shtëpinë tënde, familja jote kanë marrë vesh gjithçka për ty ti pa e ditë. Ose fshati të. Në kohën kur o zotruna ma shpejt përhapet të keqja se sa e mira. Dhe në kohën kur njerëzit ma shumë dëshirojnë ta përhapin të keqja se sa të mira. Fol mirë. Fol fjalë të mira sepse fjala e mirë është sadaka. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Al-kalimatu tayyiba sadaka." Fjala e mirë është lëmosh, është sadaka. Një fjalë e mirë mund t'i pajdoj dy njerëz. Një fjalë e keqe mund t'i hidhëroj dy njerëz. Një fjalë e mirë ngushëllon një zemër. Një fjalë e mirë e motivon një të ri. Një fjalë e mirë shpëton një familje. Një familje, kur familje shkatrohen me të madhe. Kur familje shkatrohen, shetëria shkatrohen me të madhe. Edhe kur ka nevojë qoftë burri, qoftë baba, qoftë djali, qoftë nana, të thoni mos një bese, ky shkatrimi yt po i kënaq asmit tuaj. Mos një bese, divorci juaj, shkatrimi juaj po e kënaq armikun më të madh të njeriu që është iblisi dhe armit që i keni për rreth. Mos një bese, shkatrimi juaj nuk ka me i mërzit të tjerët, po do t'i gëzon të tjerët. Ndaluni, mendoni pak të mirë. Wallah billet Allah. Qofshin fjallet e vepër për hir të Allahut, po disa i duhet t'i cekim do gjëra për t'i dhënë shpresën e tjetrit dhe për të menduar gjoj se ka zgjidhje. Para namazit akşamit mu lejmënu një vëlla nga Gjeneva. Tha hoqë e bash filan i tha erdhë me familjen e vetë, anë buksat e restoranti im. Allahu që përblef, tha, se aja erdhë me atë bashkë. Allahu që përblef, tha. Ishin rregullu, tha, punë mes tyre, ku familja tu shkatru. Kur të gjithë tentojnë të shkatrojnë dhe rënjet e familjes tënde të t'i shkullin t'i shkatrojnë, qëndra fort, ruaj vetën dhe familjen tënde. Ruaj vetën dhe familjen tënde. Të shkatru familja, të shkatru jetën. Të shkatru familja, të devion fëmijë. Kollaj shkatrohet familja. Shumë kollaj shkatrohet familja, po për ta rrujsh familjen nuk është e lehtë. E për ta rrujsh familjen duhet të jesh burr, jo ma se mashkull, sa dush, ka mashkull. Mashkull ka kriju Allahu, po duhet me kanë burr. E jo pak burra kanë nguzimin, forcën, mundësin të arrujnë familjen. Rrujnë një familje. E fjala e mirë, shpëton një familje. Kujdesu një vlezër edhe nga nënvlerësimi mëkateve. A be sa shkuqo. A be, që shkitjet kjo punë, sa punë tjera të mdoja kimi dhe t'ilam. A për një cigare,
shkojnë xhenem dhe dali, ja? Kështu thënë. Për një cigare shkojnë xhenem dhe dali. Jo mërë sa shazgjo, sa punë tjera të mdhej. Mos i në vlerësoni. Mos i në vlerësoni veprat e këqija, sepse një vepër e keqe që ty të duket ose para syve tu duket shumë e vogël te Allahu shumë e madhe. Abdullah bin Mesudi radhiyallahu anhu ka thënë, ju boni do gjunahe në atë kohë. Ju boni do gjunahe, ka thënë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur i bonim këto gjunahe, mendonim sikur të ishim ulur pa një kodre dhe mendonim se ajo kodra ka më ra mbi kokët tona. A ju tash e konsideroni diçka e thjeshtë. E sa janë theshtu, e sa në vlerësojnë tash gjunahet. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë konsideruar pe gjunave të mëdha, i konsideruar gjë e madhe. Sa shkurçë. Hajde. Edhe këtë gjë e keqe tash na është normalizuar. Është thjesht nuk është problem. Sa është diçka e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë iyakum wa muhaqqiratidh dhunub, ruajuni prej mëkateve që duken të vogla. Ruajeni. Se to mëkate që u duken të vogla kanë me ushti tek gjunahet e mëdha, ato gjunahet e mëdha kanë me uçur në mosbesim. Ruajeni. Mos të është e vogël sa shkurgjë. Sepse ato grumbullohen dhe sa shkatrojnë njeriu. Okej, vogël, e filloi është e vogël. Po që sa vjetë e konë këtë gjyna i vogël? Po Allah e ka një 20 vjetë. Po për 20 vjetë këtë gjyna i vogël. Sa u boj matë tash? Ishte i vogël, fillim kur fillove ta bëjsh. Ate ishte i vogël. Po në bas një muj, nisit rritët. Po një vjetë u bala me i matë. Po 10 vjetë u bala me i matë. Po 20 vjetë. Po ishte, ama shumë e heri këbo. Shumë e heri këbo. Mos i në vlerëson. Sepse bojt një kodër e madhe. Guralec, bojt një mali madhe. Kur dalish në akiret, kur ta shohish një gjina që këtë dynja ke në vlerësu, kur ta shohish në akiret një mal, një kodër e madhe, edhe ki muhabit me vetë vetin, o Zot, qëka është kjo? Kjo është e gjina jytë në dynja që në vlerësoje. Që thëshje se është i vogël, që është ku gjo, po me kalimin e viteve dhe ymrit tanë, du bo shumë i madh. Ju e dini atë historinë e saj gruas që hyri në xhennet. Kur themi hyri në xhennet, kështu kanë ardhur hadithe, pra është për qëllim që do të hyjë në xhennet, që do të shpërblehet, do të jetë prej xhenetlive, për shkak një vepre shumë vogël, që nena duket. Po tek Allah është e madhe. Çka? Ajo e pa një qenë të etur. Zbritin pust, e i dha uj qenit. Kaq. Uj, qeni ke pat nevoj për uj. Etje, e kishte kap, s'kishte kusht jape, qeni su zbrit se në pust. E qka? Zbret gruja në pust, merë uj dhe e qenit. Kaq. E për shkak se vepre, Allah ja fal gjinat. Grus. Për shkak se vepre. Allah ja fal gjinat që ka. Edhe bon për gjinet live. Kjo është një rast prej rasteve. Sa raste na jepet, sa mundësi për të bëjmë veprat mira, që themi, abe përse unë le ta bon tjetëri. Po një të boj tjetëri, po ti se bon, ti se shvizove. Pse ti nuk e shvizove, se s'ta mundëson Allahu. Ti nuk e bon se Allahu nuk jep sukses në bërjen e veprave të mira, edhe se po duken vogla parasyve tu dhe i neglizhon, ka me bo dikush, po ti pse se bon. Ti pse se bon. Një veprim i vogël në sytë e njerëzve, por i madh tek Allahu, ky veprim i kësaj gruaje. Gjunahçare si çdo kush gjunahçar prej neve. Historia e degës së pemës, për të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'a minha dhahri at-tariq." Kam parë një njeri duke u rrotulluar, duke u kënaqur në xhennet për shkak të një pemë që e largoi nga rruga e njerëzve. U ka penguar njerëzve, një degë e ka largu, thot e pash duke u kënaqur në xhennet. Po çfarë vepër? Era duke të vogël. Po para me do sa vepra të mëdha kemi mundësi t'i bëjmë janë shkalën. Nemi të fol për veprat e vogla. E sa veprat të mëdha janë shkalojmë. Dhe themi se haj se shofi një ditë tjetër mire të shpirti se për mundësia. Veprat e mira të kësaj dite mos i le për të nesërme.
Ma cile për të nesërme, se nuk e din t'ja do t'je dita e nesërme ku ty do t'jepet mundësia ta bëjsh këtë vepër dhe mirë. E falë akshamin sot, elhamdulillah. Ta dhe mundësin Allah të prezitosh ligjarat, elhamdulillah. E falë e cinë, elhamdulillah. Vepër e mirë sante, me falë një 2 reqat namaz natë, me uzgju. Me madhuru Allah, 2 reqat. 2. Me falendru Allah për evlat, për pasuri, për shëndet, për frymarrje, për iman, për islam, 2 reqat. Kur këti ka zanë gjumi dhe randi kanë me uqunë, kanë me uzgju 2 reqat. Për sante 2 reqat. Që ndështë ta mund duket, diçka thjesht ka me marrë abdes, ka me falë 2 reqat namaz, por tek Allahu ishte madhe. Se në momenti kur Allahu zbrit katin e parë të qiellit dhe thot, a ka kush me mu lut? A ka kush do të më lutet, unë do t'i përgjigjem. A ka dikush që do të kërkon, unë do t'jap. A ka dikush që të kërkon falje, unë do t'a fal. Qo. Vetëm se hoqi pengesën nga rrua, Allahu ja mundsoi që të jetë prej xhenetlive, e mundësitë të tilla kemi të gjithë ne. Na boft Allahu prej xhenetlive. E mos ti neglizhojmë veprat e mira, po edhe veprat e këqija, tu shmangemi sa më shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ahabbul a'mali ila Allah yadwamuha wa in qall." Veprat më të dashura tek Allahu janë veprat të vazhdueshme edhe nëse janë pak. Edhe nëse janë pak. E merë një vepër, e bon një që për herë ta bësh qatë vepër. Edhe pëse është diçka e thjeshtë. Për shembull, kur hynë në xhami, edhe i sheh këpucët, si ka rëdit mirë vllaznia dikush. Thjem me edhe, si përgjithësi në vete, se disa herë kemi këtë problem vllaznia, subhanallah, këpucët kush më gjajt, kush më të majt, aty është shenje, nuk duhet me shkeltet e piki, si kërë me i thanë shkeltet e piki, e kundër, ta po si të qofë, e ta shti me marë, dhe thanë, une, kur qofë një këpucë të xhamia, që nuk është, e rëndi, unë kam me rëndit, kaq, ty duke diçka e thjeshtë, po Allah tek Allah është të madhe. Ose, shof, para dhere, nuk është pastë, është vepër mirë, Allah këtë kam me bo. Ose, që herë, kur qëkoj xhami, ka me u dhanë ujë në xhamati, duni ka një gotë ujë me pi? A duket e vogël, wallahi shumë madhe është tek Allah. Wallahi. Kur do shta në moment, dikë për xhamatlive e ka kaplu etja, e ti jep ujë. Wallahi nuk ka vepër më mirë se kjo, edhe pse si duket e vogël. Vepra më e dashur tek Allahu një vepër që vazhdon, jo që e bën me eufori për 5 ditë, 10 ditë, edhe e ndërprej. Ja. Një vepër që edhe nëse është pak, ama nuk e dalë. Nuk e dalë, deri në vdekje, me lejtë Allahu të bareke ve teala. Allahu nuk kërkon domosdoshmërisht vepra gjigante. Jo që kush ka mundësi të bën vepra gjigante. Allahu kërkon vepra të vazhdueshme. Vepra vazhdueshme. Do të su fali shumë nafile ditën, po që namazin e duhas do ta fali çdo ditë. Do shta sun bojsh vepra tjera të mdoja, po çdo ditë ka një selam, ka një telefonat të afër me vedu boj. Kaq. Ti kujtoj, tu a kujtoj afërsin, gjakun, dashurin me zvete. Ti duket e vogël, po nuk është e vogël. Se tek Allahu nuk është e rëndësishme sa e madhe është. E rëndësishme sa është e sinqertë, sa është e vazhdueshme. Kur është vepra e vazhdueshme, nesër ty stipet mundësia me bo. Nesër ty të kap dik. Ti tek Allahu i shpërblimin e ke si kur jetu e bë. Edhe nëse su në bësh. Edhe nëse su në bësh. Shpërblimin e ke si kur e bën. Sepse është një vepër që ti me vazhdimëri ke bo. Për shembull agjerimi e ditës hanë dhe tetës. Ti ke agjeru gjoherë. Një hanë, smuhesh. S'ke mundësi. Tek Allahu se vapin e ke si kërë agjeron. Së është diqka është pjesë një gjë e përditshme i jetës tënde që ti nuk e lën kur. E Allahu ti ta regjistron si kur e bën. Ama kur është diqka e madhe, e përkohshme, aty ndalesh, shpërblimin ke me pas për qatë kohë. Po jo domosdoshmërisht Allahu kërkon gjëra ose gjë gjigante të mëdha, po bëni gjërat punë me vazhdueshmëri pa ndërprerje. Ibn Mubareku rahimahullah ka thënë, do shta një vepër e vogël bëhet e madhe për shkak të niyetit.
Vetëm për shkak të njetit. Dhe ndoshta një vepër e madhe bëhet shumë e vogël për shkak të njetit. Njeti e prish, njeti e rregullon. Nëse njeti është i pastër, vepra është e vogël, tek Allahu është shumë e madhe është. Shumë. Kodra është probleme në ahiret. Ama pale sa e madhe të jetë një vepër që ti e bën këtë dynja, por njeti s'është i pastër, s'është i mirë, në ahiret kime kërkues, kime gjetë. Pse? Nuk e bone për Allah, nuk ishje i sinqert kër e bone këtë vepër. Vlezër, si mesazh për mu, për ju, për të gjithë vlezër e motrat në përgjithësi. Mos e lërë selamin. Je bu selam njerëzve. Je bu një buzëqeshje njerëzve. Në ditët, në kohrat kur kemi më shumë në buzëqeshje. Prej një ka një bostan si që pred vlau Arbeni që që kështu. Nëse jo një bostan, qka do që tjetë? Një vepër që është e mirë, që është vepër e dashur, dhe që ja fladi shpirtin muslimanit. Allah që përbledhë, dhe. Një buzëqeshje, një sadakat vogël, një telefonat prindërve, një telefonat afërmive, familjarve, një lutje për vllaun tant. Mos i ndërpi këto gjëra. Një ajet që do ta lexojsh gjatë ditës, një dhikr i thjesht që do ta kujtojsh Allahun subhanahu wa taala, sepse ne nuk e dim cila vepër prej tyre mund të jetë shkak sebeb që të futemi në xhenet me lehtë Allahut te barekuta. Nuk e dim. Një sadaka mund të jetë sebeb, një buzëqeshje, një dua, një fjalë e mirë, nuk e dim. Thjesht angazhoje vetin tënd me bërjen e veprave të mira, qofshin ato të vogla. Ta merr shpirtin Allahu, si vdiq, po vallahi be vdiq tu dhan ujë njerëzve. Si vdiq, po vallahi tu ja afru karikën tjetrit. Si vdiq, ta vdiq me një vepër e mirë që ajo po jo që Allahu është e madh. Përfundoj me një vepër të mirë, e jo me një vepër të keqe. Pra mos në vlerëso asnjë vepër të mirë. Mos në vlerëso asnjë vepër të mirë, sepse tek Allahu veprat janë të mdoja dhe vlerësohen si pas njetit nëse jemi të sinqert me Allahun te bareke ve teala. Lusë Allah subhanahu wa taala që të na bëjë për atyre që të cilët shfrytëzojmë mundësitë që ne ka dhënë i lumi i madh i Allah për të bërë vepra të mira, të shfrytëzojmë mundësitë për të bërë vepra me të cilët arrim kënaqësinë e Allahut dhe mos na bëjnë nga ata të cilët neglizhojmë veprat e mira që fshin vogla, e as nga ata që neglizhojnë veprat e këqija, edhe nëse i shohim të vogla. Lusim Allahun azza wa jall që zemrat e na i pastron, imanin në forcon, për gjenet live të nabon, gjennetul firdaus me Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të nabashkon, wa akhiru dawanin alhamdulillahi rabbil alamin.